Po veç ideja që bashkëpunimit, jo Ramush Haradinaj, po krejt kryeministat e Kosovës që kanë qenë edhe që kanë me ardhë, e kanë obligim edhe nuk kanë shansa pa bashkëpunu me, lutem, stop, ta përfundoj, lutem, mendo, pa bashkëpunu me listën serbe edhe me komitetin serb që janë në Kuvend Kosovës. Kjo pjesa, bashkëpunëtor pa bashkëpunëtor, nuk e flas politikisht. Nëse është një në Kosovë, që s'ka shansa me konë bashkëpunëtor i shkijeve, edhe s'ka shansa me punu në favor shkijeve. Hiqja, veprit politik, ose Ramush Haradinaj. Kështu që, hezdim të menime, hezdim të ide. Do të me instrumentalizu si është një listën serbe, mos në vorë asë qeveria unë po du qeverish marginalizu listën serbe. Edhe një mendim ka Emanueli dhe po kalujmë të diçka tjetër. Emanuel. Sa i përket listës serbe, bashkëpunimi, me thonë që Ramush Haradinaj është bashkëpunëtori i Serbisë, si që komentet ndryshme në Facebook nga njerëz ndryshëm, tash ki fake, ki me emrat vërtet, në thotë është turpi më i madh të e ditë se kush është Ramush Haradinaj. S'po him hiç politik. Domethënë, a mund një person, si që është Ramush Haradinaj, me bashkëpunu me listën serbe? Po a ka bashkëpunu Ramushi me listën serbe? Normal që ka bashkëpunu si kryeministër, sepse lista serbe, edhe në kohën kur ka qenë Milan Radojqić, kanë qenë në kryetari listës serbe.